Përshëndetje miq të Basanja Channel, jemi drejt për drejt nga fusha sportive e Bushatit, ku pas pak çastesh do startoj java 8 e kategorisë 2 për sezonin 2025-26. Qëndron lojë tashmë tek Najara në krahun e majt. Tribun bukur aty te Elbasanit. Këton goditjen dhe pranë shtyllës pingulle të Markut. Zhvilluar nga krahu i djathtë në krahun e majt për ekipin Librazës, një top i gjatë i jugut gjeti Najaran që ndërproi mirë ndaj Elbasanit, goditja e tij jo më e mirëmundshme. Leka ndërhyn saktë aty ndaj Momo. Topi Shimaj mbyllet nga Goçi. Leka goditja e tij. Me disa ndalesa mes Gjinit dhe Kaçubelës. Goditja jo më e mirëmundshme e Lekës. Topi shkon tek Goçi sërish, që këmbgul në krahun e majt. Tek Momo. Mundësia goditje se vjen e tillë, por e gabuar. Topi gjatë i tij. Dhe këty Abdullaje nuk përfiton Najara. Krosin zonë atje. Për që të Goçin vjen goditja dhe në travers. Në travers aty ajo tentative jugut. Shpëton mirë Basanja. Mbyllet në Kshiqa top që përshkon të drejtimin e Goçi. Goditja ti dhe rrjet e jashtme. A minutë bën bukur ndaj Shimajt. Edhe ndaj Lekës goditja ti e fortë e gabuar. Topi gjatë atje përgjetur Tanushin dhe shkon në rrjet. Shkon në rrjet. Është pozicioni i rregullt. Shënon Tanushi. Në avantazh ekipi Sopotit. Autori golit Tanushi. Minuta 35 e takimit. Mëstimi. E pas atje një top për Najaran që e mban mirë dhe në traversa i top. Në traversa i topi Najara që ka lë bukur ndaj Markut. Rikthehemi me pjesën e dytë me transmetimin ton drejt për drejt nga fusha sportive Bushatit. Shimaj një top pas shpinatje për gjetur Hoxhajn që mbyllet nga Tanushi. Që Aminu përballë Markut goditja ti. E mirë ndalesa Markut aty. Leka goditja ti. E lehtë qendrore. Troksi shfrynon fantazin goditja ti. E fort, por qendrore. Aminu ndërkohë. Goditja ti në travers për mëstimin dhe në rrjet. Shënon Sopoti. Dyfishon shifrat Mëslimi. Basanja 0, Sopoti 2. Autori golit Mëslimi, cili shkon dhe vendosen krahun e djathtë. Topi gjatë i Shimajt aty. Gjen Alliun. E lë pas për Lekën, që i fundit e pason tek Zefi. Krosi zona atje për gjetur gjithë dhe pran golit që ndoshta do japte sfidën. Jurgen Gjini, centimetrat e ndaj nga festa golit. Ishte ky ndoshta aksioni më i mirë i Basanjas gjatë gjithë këtyre minutave. Shimaj topi kthyer për Hoxhajn. Dhe sërish ka devijim nga mbrojtja Librazase. Dhe dy momentet mira për Basanjan që mund të rihapin sfidën. Shimaj dhe Kaçubela. Goditja këtij fundit e fort. Shimaj goditja e kuptuar nga Alliu, e lehtë tentativa kapitenit të Basanjas. Aminu i vetëm kalon bukur aty, gjithnjë Aminu. Topin zonë për Momo, e lehtë goditja e tij. Topi shkon tek Miçi, që është këmbgulës dhe le pas për Momon. Ky fund tek Mëstimi, goditja e tij dhe ngjitur me shtyllën pingulle. Topi tek Gjini që tërblon bukur aty ndaj Troksit. Gjithnjë Gjini, topi zonë për Çezmën, nuk e shfrytëzon askush. Ka shqetësimin e Mëslimit. E mban gjithë Shimaj, krijon hapësirën për krosimin. Vjen i till, goditja me kokë në shtyllë e Çezmës. Në shtyllë, ajo goditja e Çezmës. Ndërkohë kundërshtuar në krahun tjetër. Rashid është i shpejt përballë Markut, dhe cili gabon Rashid dhe në rrjet. Në rrjet. Dhe vjen këtu vëshëllima përfundimtare e gjyqtarit Gryka, mbyllet gjithçka në Bushat.